Përshëndetje, ndodhemi sot në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për çështjen e zonjës Katrina Vasa, 83 vjeç, nga fshati Gurizi në Shkodër. Familjarët e zonjës janë drejtuar kryeministrin nëpërmjet platformës së Facebookut për problematikën e saj në pamundësi për të kryer një ndërhyrje të kataraktit në sy. Menjëherë ekipi i bashkëverisjes ka kontaktuar me zonjën, ka mundësuar programimin e ndërhyrjes së saj në qytetin e Tiranës dhe në bashkëpunim me qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe Spitalin Rajonal të Shkodrës është kryer transporti i zonjës nga Shkodra për në Tiranë. Dhe sot me datë 16 prill është kryer ndërhyrja në sy të zonjës. Jam Dunika nga Gurizi. Ju drejtova kryeministrit në Facebook edhe kërkova ndihmë. Edhe mora zgjedhje për 2 ditë për bashkëverisjes. Ai kryeministër mjekt që ma bënë këtë njërësim për unë spital më paru. Se unë jam në gjene shumë keqe, se për gjithë qa. Ftojmë të gjithë qytetarët të adresojnë problematikën e tyre pranë platformës së bashkëverisjes Shqipëria që duam për të marrë zgjidhje dhe përgjigje zyrtare.